Dje kam pas një agjend shumë të ngarkuar. Fillimisht kam qenë në komunën e Gjakovës në aktivitete, mandej në Deçan, në Pej, në Istog, në Gjilan, edhe në fund në mbrëmje si adhurues i madh i futbollit, kam përcjell në stadiumin Fadil Vohri ndeshjen futbollistike Kosovë-Island. Edhe dikon rreth orës 12 jam kthyer para Ministrisë së Bujqësisë, e kam marrë veturën edhe kam shkuar në shtëpi. Mediat. Disa të ashtu quajtur gazetar kanë raportuar që unë kam qëndruar deri në ora 12 e natës duke fshehur dosje. Do thotë ky është njëri prej raportimeve të mediave. Kur flasëm për mënyrën se çish raportojnë disa media. Raportimi tjetër ka qenë që se Agjencia Zhvillimore e Bujqësisë është në proces të bartjes nga objekti me qira tek objekti i Ministrisë së Bujqësisë, objekti shtetëror në Olbjan, edhe procesi i bartjes ka filluar më shumë se një javë. Raportimi tjetër medial ka qenë se prokuroria po merr dosje nga Ministria e Bujqësisë me kamion. Tash kjo është vetëm si shembull se çka raportojnë disa media. Ne e përgëzojmë, e falenderojmë çdo aktivitet mekanizmave të drejtësisë që vëhet në funksion të zbardhjes së vërtetës. Unë nuk merrem me specifika teknike, ju e keni deri në zh shpjegimin e Ministrisë dhe akterëve dje se si ka shkuar gjithë procedura, edhe mes tjerash mu më kanë njoftu pas sensibilizimit ose raportimit medial që ka qenë dje ose pardje, që krejt çka është raportuar në media ka qenë e pavërtet, ka qenë shpifje edhe është tendencë. Po cila është e vërteta? E vërteta, le ta thojnë institucionet e drejtësisë edhe akterët të cilët janë intervistuar dhe që kanë përgjegjësinë ligjore dhe institucionale me u merr me procedurën. Mu më kanë thonë që nuk ekziston pozicion ku thuhet që është bartje e mobileve. Aq më tepër që në këtë raportim medial ekziston një video që është bërë tek kati i objektit të Ministrisë së Bujqësisë që nuk ka qenë hiç pjesë e kontratës për të bërë renovimin në atë objekt. Do thotë është bërë video, është bërë shpifja se në katin ku nuk është hiç pjesë e kontratës për çka do thotë pretendohet se ka mujtë me pas abuzim financiar. Nikosisht është shumë e rëndësishme që ky lancimi i lajmit që ka ndodhur para 2 netësh në mbrëmje, nëse s'gaboj në kronikën qendrore të KTV-s që ka pasuar ndaj me shkrime në portale rreth orës 22 dhe 23, prokuroria në ora 8 mëngjesit do të thotë ka dhënë urdhër që të vijë në Ministrinë e Bujqësisë dhe të intervistoj disa prej zyrtarëve. Ne shumë e falenderojmë për këtë ekspedivitet. Do thotë kjo është kërkesa jonë që mekanizmat e drejtësisë të jenë shumë ekspeditiv, edhe nikosisht unë si ministër që drejtoj ministrinë që kemi deponu dikon me qindra lëndë abuzive edhe financiare, që ka vlerat monetare tër mbi 500 milion euro, ne nuk e kemi pa asnjë veprim të prokurorisë edhe mekanizmave të drejtësisë edhe të gjykatës për një veprim të vetëm që është ndërmarrë. Tash unë jam i vetëdijshëm se tash sfundi jam njëri prej figurave publike dhe politike që gëzon besim të jashtëzakonshëm qytetar. Edhe është një proverb që sa më shumë që arrin besim qytetarë dhe shkon më lart në nivel institucione, krijon miq të rrejshëm dhe armiq të vërtetë. Ata që do të dëshirojnë që të zhvillojnë ose që kanë ambicie ose objektiv me zhvillu ndonjë luftë, kushdo që dëshiron luftë do të ketë deri në fund. Faleminderit shumë.